Është Partia Demokratike del në konferencë zyrtare për shtyp vetëm kundër një kandidati, kundër meje. Duket se i ka zënë frika se çfarë do ta gjejnë nesër aleancën e antishqiptarisë kombëtare të madhe madhështore, kur të gjendet përballë meje në foltoren e kuvendit të shqiptarëve. Doli sot zëdhënësi e vendës dhe tha që Ardit Vido nuk ka dhënë dorëheqjen, duhet që KQZ-ja ta përjashtojë. Nuk më përjashtoni dot me teknikalitete, sepse ju nuk dini të lexoni ligjin. Ju nuk dini që të kërkoni dhe të shihni dokumentacion. Ligji për nëpunësin civil përcakton se titullarët e institucioneve pezullohen me akt të Departamentit të Administratës Publike. Po të doni, e kishit parë në KQZ që ky akt ekziston prej datës 12 mars. Si njeri i përgjegjshëm, pak para këtij akti, delegova kompetencas siç e parashikon ligji te zëvendës drejtori i përgjithshëm deri në kthimin në detyrë të titullarit, qofsh ai unë, qofsh dikuj tjetër. Por kur ekspertizën ligjore, ekspertizën ekonomike, ekspertizën e të gjitha fushave e merr nga njerëz të cilët janë me brut të lartë intelektual si Fredi Beleri, këtu do të përfundosh. Doktor, të lutem, ditë 2, mos dil më bllok. Mos dil më bllok. Do të shihemi në parlament dhe do të flasim përballë, ashtu siç na takon. Një njeri i cili nuk i fshihet pas gishtit asnjë të vërtete dhe një njeri i cili ndryshon qëndrimet sipas interesit të radhës. Shihemi në kuvendin e shqiptarëve.